Betejë për energji elektrike në Kosovë është humbur moti përballë fuqive që dominojnë tregun rajonal dhe evropian, vetë fakti që kjo fuqi e dominimit në tregti të energjisë elektrike ka pasur ndikim që në Kosovë të mos ketë investime në kapacitete prodhuese të energjisë elektrike është e para. Në aspektin psikologjik është vërtet shqetësuese që Kosova edhe sot i ka kapacitete ndërtuara për prodhim të energjisë elektrike nga Jugoslavia e Titos e vitet 60-ta, 70-ta dhe në 26 vite pavarësi që nga viti 99 nuk kemi arritur të investojmë në kapacitet të reja prodhuese është e dyta dhe sa ka peshë që Kosova është vendi më i pasur me lignit dhe importon energji elektrike e kam thënë të kaluar po them edhe sot nuk duhet të vajtohet vetëm se është ngritur apo tentohet të ngritet çmimi i energjisë elektrike, po duhet të vajtohet më tepër pse nuk ka presion për të investuar në prodhim. Besoj që këtë fitore apo këtë humbje të Kosovës në rrugën e ndërtimit të kapaciteteve prodhuese e ka arrit do të thotë ambientalizmi i gjelbërt apo patriotat ambiental dhe pse heshtin sot kur në Kosovë nuk kemi energji elektrike, kur jemi të mvarur nga importi dhe në vend që jemi një shtet që përveç që i plotëson nevojat e veta me energji elektrike, kishme qenë edhe eksportues energjisë elektrike, ne jemi të mvarur nga berza ndërkombëtare. Derisa në Kosovë 1 kilovat shitet për 29,50 €, i njëjti sot blehet me 140, 150 e në dimër edhe më tepër. Dhe tëra kjo vërtet e dëshmon mjerimin e ekonomisë kosovare. Nuk ka transparencë dhe orientimi i shtetit që të shndrohet shtet i varur nga importi është qasja më e gabuar e një politike që nuk është politikë. Dhe kjo po ndodh në Kosovë, ku vërtet qytetarët janë të dëmtuar në aspektin ekonomik, janë të rënduar në aspektin social dhe janë të shqetësuar në aspektin emocional. Ku dhe si po shkon Kosova drejt ardhmërisë, kur çdo gjë pothuajse është në duart të importit dhe në rrugë për të shkatruar prodhimin vendor. Sa ka vlerë, sa ka efekt, nëse thuhet që Kosova është shteti i dytë më i pasur me rezerva të thëngjillit në Evropë, i katërti në botë dhe jemi ata që mvarim edhe me tutje nga importi i energjisë elektrike, që vërtet prodhimet dhe shërbimet made in Kosova me këto çmime dhe me këto rrethana po i bën jo konkurrent dhe nuk duhet në habit fakti që avazi i të kurrjes së eksporteve të produkteve made in Kosova ka filluar dhe do të vazhdojë edhe më tutje. Kur nuk je i orientuar në prodhimin vendor dhe varesh nga tregu i jashtëm apo nga berza ndërkombëtare, nuk ke fuqi që të kontrollosh dhe të monitorosh çmimin. Tani jemi në fluksin e nxehtësisë dhe jemi të mvarur nga importi, ku Kosova ka shumë pak nevojë për energji elektrike krahasuar me muj të tjerë. Dhe nëse në këtë kohë brenda ditës importohen 600.000 € vlerë dhe paguhen për transport afër 50.000 €, vërtet e dëshmon më së miri që çmimi i energjisë elektrike me uljen e temperaturave do të jetë edhe më i lartë. Dhe mos harroni që nga janari ne do të jemi pjesë e miratimit të një grullore të Bashkimit Evropian për taksën e karbonit, e tëra kjo dash e pa dash do të ndikojë në ngritjen e çmimit. Prandaj besoj që duhet të avancohet një dialog, duhet të mendohet në investim në kapacitete të reja prodhuese, duhet të eliminohet burokracia dhe definitivisht sektori energjetikës duhet të depolitizohet sepse sot është nduar shumë tepër të politikës dhe tregtarëve sesa të interesit shtetit, qytetarëve dhe biznesit.